Kur mos hani banane nëse vuani nga këto sëmundje, ja çfarë i shkakton trupit. Bananet janë një frut i gjithanshëm dhe ushqyes që mund të shihen në mënyra të ndryshme. Ato janë një burim i mirë i vitaminës C dhe B6, kaliumit dhe magnezit, dhe mund të përdoren si ëmbëlsues natyral në smoothie, në petulla e të tjera. Por a e dini se konsumi i tij me stomakun bosh mund të shkaktojë shumë dëme shëndetësore, duke përfshirë edhe një rritje të papritur të sheqerit në gjak. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bananet me të ngrëna me stomakun bosh mund të bëjnë dëm në shëndetin e zemrës suaj. Bilanci midis magnezit dhe kalciumit në gjak mund të prishë edhe përqendrimin e lartë të magnezit të bananeve. Ky çekuilibër mund të dëmtojë shëndetin tuaj të zemrës. Pika e sheqerit në gjak do të rritet nga mënyra e keqe e konsumit të këtij fruti. Bananet janë të mbushura me sheqer, prandaj ngrënia e tyre me stomakun bosh mund të shkaktojë një rritje të papritur të niveleve të sheqerit në gjak. Kjo mund të çojë gjithashtu edhe në lodhje, dhimbje koke, probleme me tretjen dhe kjo është një arsye pse diabetikët u kërkohet të fillojnë ditën e tyre me një fetë banane. Mund të shkaktojë edhe shqetësime të mëdha të stomakut. Një arsye tjetër për të mos filluar ditën tuaj me banane është mënyra si ajo ndërpret funksionin e stomakut tuaj. Bananet përmbajnë nivele të larta të pektinës, një lloj fibre që mund të lidhet me aciditetin e stomakut dhe të ngadalësojë tretjen. Kjo mund të bëjë që ju të ndjeni fryrje dhe pakënaqësi në stomakun tuaj. Bananet me stomakun bosh mund të shkaktojnë uljen e absorbimit të niveleve të hekurit në trupin tuaj në mënyrë të rregullt. Nëse vuani nga mungesa e vazhdueshme e hekurit, shmangni konsumin e bananeve me stomakun bosh. Por pse duhet ta bëni këtë? Kjo është për shkak se bananet janë të mbushur me kalium, i cili mund të ndërhyjë edhe në përthithjen e hekurit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët kanë mungesë hekuri. Bananet me stomakun bosh mund të shkaktojnë gjithashtu edhe rritje të aciditetit në stomakun tuaj. Ngrënia e bananeve me stomakun bosh mund të bëjë trupin më acid, sepse bananet janë acidike. Fillimisht do ju ofrojnë një rritje të shpejtë të energjisë, por më vonë do ju lejnë të ndjeni më të raskapitur, gjithashtu edhe më të lodhur. Mund të rrisin edhe peshën e tepërt trupore. Po, e dëgjuat, ato mund të shtojnë në peshë. Është absolutisht mirë të nisni ditën me një fetë banane, por për ata të cilat janë në udhëtimet e tyre për humbjen e peshës, është e rëndësishme të theksohet se ngrënia e bananeve në mënyrë të tepërt me stomakun bosh mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj dhe nuk është një zgjidhje e duhur. Bananet janë të larta në kalori, kështu që ngrënia e tyre me stomakun bosh mund të kontribuojë edhe në shtimin e kilogramëve të tepërt. Ndikojnë në metabolizmin e trupit tuaj. Konsumi i bananeve me stomakun bosh mund të ndikojë gjithashtu në shkallën e metabolizmit tuaj dhe të ndikojë negativisht në sistemin tuaj tretës. Prandaj nuk duhet të pini dhe të konsumoni banane me stomakun bosh, sepse do të ndikojë negativisht në këtë proces të shëndetit tuaj. Bananet nuk duhet të konsumohen shpesh me stomakun bosh. Nëse vendosni të hani një banane në mëngjes, Dr. Tashivika për The Health Site citon: nuk duhet të hani atë me stomakun bosh nëse doni që të ndjeni edhe një tretje më të mirë dhe të keni më pak komplikacione të saj. Pasi në të kundërt banania do të ndikojë negativisht në procesin tuaj shëndetësor dhe të krijojë gjithashtu edhe probleme me shëndetin tuaj tretës. Është e rëndësishme që bananet t'i keni pjesë të dietave tuaja, por asesi me stomakun bosh pasi efekte negative të saj mund t'jenë vërtet të dëmshme. Nga të gjitha vaktet që konsumojmë në ditë, mëngjesi është më i rëndësishmi. Këshilla e ekspertëve është se mëngjesin duhet ta ha me siguri ishim mbretër dhe mbretëresha, në sensin e marrjes së të gjithë ushqyesve të cilat i duhen trupit dhe organizmit tuaj.
por edhe mënyra se si e nisni atë ka një rëndësi të madhe për aktivitetet tuaja ditore. E megjithatë, këto këshilla shpesh bien në vesh të shurdhër, falë stilit kaotik të jetesës edhe jo vetëm. Në shumicën e rasteve njerëzit nuk kanë kohë të ulen në tavolinë dhe të hanë në mëngjes, ndaj ata mjaftohen me një banane. Ky frut është padyshim mirëbërës për organizmin dhe i vjen në ndihmë shëndetit të zemrës dhe të trupit tuaj. Bananet mirëmbajnë gjithashtu tensionin tuaj të lartë të gjakut, depresionin, konstipacionin, urthin e të tjera, dhe shtimi i bananeve në dietat tuaja brenda normave të rekomanduara mund të luajë një rol parandalues kundër një sër problemesh. Por kur duhet të konsumohet banania? Në një kohë kur vlerat e bananes janë të patundshme, ekspertët janë të ndarë mbi ngrënien e bananes me stomakun bosh ose me stomakun plot. Disa ekspertë thonë se bananet janë plot me kalium, me fibër, magnez, gjithashtu e paisin organizmin tuaj me shumë energji gjatë ditës. Ato janë gjithashtu të rëndësishme edhe të konsumohen pas mëngjesit. Sipas tyre, banania nuk duhet të konsumohet me stomakun bosh pasi mund të ndikojë në shumë procese të tretjes. Por pas mëngjesit ajo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për të marrë vlerat e saj edhe për të evituar gjithashtu një sër komplikacionesh. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët e cilësojnë bananen si një prej alternativave më të çmuara ushqyese në betejën kundër problemeve të tretjes dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Bananet mund të konsiderohen si një frut i nënvlerësuar krahasuar këtu me frutat e tjerë egzotik të cilët janë kthyer në një trend kohët e fundit, por përfitimet e këtij fruti janë vërtet të shumta. Banania është mjaft e shijshme për organizmin. Ajo i jep trupit tonë të gjitha vlerat e mira për të cilat ai ka vërtet nevojë. Ato përmbajnë vlera të larta ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral si sukroza dhe fruktoza. Ja pse ju duhet të konsumoni të paktën një banane çdo ditë. Gjëja më e mirë për bananet është se mund t'i gjeni lehtë dhe me çmime të favorshme. Ato mund t'i japin shumë përfitime nëse përzitni edhe momentin e duhur të konsumit të tyre. Bananet janë një nga frutat më të konsumuar në botë, më shumë se mollë dhe portokalli të marra së bashku. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i bananeve sipas Healthline? Lehtësojnë problemet e urthit, ndryshe njihet si djegja e stomakut. Bananet kanë efekte natyrore antiacide që mund të çlirojnë nga shqetësimet të shkaktuar nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton që ju të hani të paktën një banane në ditë dhe gjithashtu do të lehtësoni edhe problemet e djegjes së stomakut tuaj. Bananet janë të mira gjithashtu edhe për tensionin e lartë të gjakut. Bananet janë një frut i shëndetshëm për zemrën. Janë të mbushura gjithashtu me potasium dhe kanë pak sodium. Një kombinim i përsosur për të marrë përfitimet e saj dhe për të mbrojtur nga infarkti dhe goditja në tru. Shtimi i bananeve në dietat tuaja ditore mund të rrisë gjithashtu edhe nivelin tuaj të energjisë. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të shëndetit dhe më pak komplikacione të saj. Ekspertët i cilësojnë bananet si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese dhe si të tilla duhet i konsumoni ato në formën e tyre të papërpunuar. Shtimi i bananeve në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë për tensionin e gjakut. Bananet, një frut i shëndetshëm për zemrën, janë të pasur me potasium dhe kanë pak sodium, një kombinim i përsosur për të mbrojtur nga infarkti dhe goditja në tru. Bananet janë një burim i mirë i energjisë. Nëse hani një ose dy banane përpara ushtrimeve në palestër, do të përfitoni mjaftueshëm energji për mbi një orë stërvitje. Karbohidratet në bazë të ulët të glicemisë, vitaminat dhe mineralet janë një mbështetje e madhe trupit, duke i dhënë atyre forcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar edhe ngërçet muskulare. Bananet janë një frut shumë i mirë kundër anemisë dhe konsumi i tyre brenda rekomandimeve të caktuara
mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ndaj konsumoni ato me kujdes. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.